Është ndër nga jeta Neki Dredha, ish kryetari i Bashkisë së Vlorës në vitet 1996-2000, njëkohësisht babai i një tjetër ish kryebashkiaku në Vlorë, Ermal Dredhës. Lajmin e ka bërë publik ish kryetari i mëparshëm i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, nëpërmjet një njoftimi në rrjetet sociale. Dredha lajmëroi se i ati përcillet ditën e sotme për në banesën e fundit në Varezat e Sharrës. Me i dhërim të thellë, ju lajmërojmë për ndarjen nga jeta të babait ton të shtrenjtë doktor Neki Dredha. Ceremonia mortore do të bëhet sot në datën 29 maj, ora 16 në Varezat Sharr. Neki Dredha ishte mjek me profesion dhe njëkohësisht ish kryetari i Bashkisë së Vlorës. Doktor Neki Dredha mbajti që prej 2013 titullin qytetar nder i Vlorës, po ashtu gjatë karrierës së tij shkroi edhe disa libra publicistik dhe poetik, siç është edhe poema narrative Labria magjike. Dredha ka shërbyer për vite me radhë si mjek në qytetin e Vlorës, duke qenë edhe një nga figurat e njohura të shëndetësisë. Ai është gjithashtu edhe autori i shkrimeve memoralistike, kushtuar mjekësisë dhe figurave të shuara të shëndetësisë shqiptare.